Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju uroj të gjithëve me gjithë zemër një ditë të mbar. Lulebora çel nesër në teatrin Migjeni. Krijues, këngëtar, aranxhues, pjesëmarrës të këtij eventi, punojës të teatrit Migjeni, artëdashësit, të gjithë për këtë eveniment artistik, i cili po tërheq një vëmendje të veçantë. Natyrisht, historia e festivaleve në Shkodër është e hershme, por Lulebora në këtë sigër ka 6 edicione. Ky është edicioni 6. Respekt shumë i madh për të gjithë ata që kontribuan në festivalet në Shkodër. Mirënjohje. Sepse natyrisht ata kanë ngjallur zjarrin e shpirtit të këngës, të muzikës, janë frymëzuar për saj. Lulebora e si vjetme vjen në një edicion të ri. Natyrisht të gjithë presin si do të jetë ai. 2 drejtuesit artistik, Shpëtim Saraçi dhe Markelian Kapidani. Mjeshtra të vërtet. Me mua sot në studio është maestro Markelian Kapidani. Mirëmëngjes, maestro, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes. Kënaqësi që e mirëpritet shumë ftesën që ju bëra. Pa diskutim, sepse kemi nevojë në një farë mënyrë të shpjegojmë publikut punën tonë dhe angazhimin që kemi marrë për të bërë Luleborën një festival me të vërtet bashkohor në aspektin e organizimit dhe të mënyrës se si veprohet sot për evenimentet e tilla. Një frymëmarrje që ndjehet, natyrisht duke qenë në finish të kësaj pune, sepse tashmë çdo gjë pritet të thuhet gati deri në hapjen e siparit. Natyrisht intensiteti është i madh, por kur hedh vështrimin në atë konceptim që lind që herët, nuk ka si të mos mendosh të gjithë këto hapa që ju keni hedhur për realizimin. Ka qenë një konceptim që në hershmëri, në nisje të kësaj pune, apo jo? Po, që në fillim kemi vendosur ta shkullim nga pluhuri një farë mënyrë, në një formë metaforike. Pra ta sjellim festivalin në ditët e sotme, në jetën e përditshme. Jeta e përditshme është e përbërë nga puna që bëhet sot në qytet, jeta që pulson në kohën tonë, frymëmarrja e gjërave të reja që ne përjetojmë ditë për ditë, marrëdhëniet mes njerëzve, pra të gjitha aktivitetet fut këtu brenda dhe ushqimin. Absolutisht, të gjitha përbëjnë atë habitat të mrekullueshëm që ne përpiqemi ta përmirësojmë vazhdimisht, apo jo? Kjo ndoshta ka sjellur që në hershmëri një standard të cilën ju e keni vendosur. Në fakt, në fillim Lulebora ishte pak si e paqartë. Nuk u kupton se çfarë lule ti ishte. Pra, sepse sillte me vete një farë mënyrë dhe krimtarin atë që ne quajmë popullore, dhe që unë duhet ta dëshiroj t'ja sqaroj pak publikut këtë aspekt. Ne kemi në një farë mënyrë, kur flasim për muzikën e konsumit, pra muzika që konsumohet shumë, sepse normalisht kemi muzikën klasike, kemi një seri tipesh muzikore, ose zhanresh muzikore. Në aspektin e muzikës së konsumit, pra që publiku konsumon në mas, ne i ndajmë në mënyrë të thjeshtë në muzikë popullore dhe muzikë të lehtë, e quajmë. Tani, tu që nënë dhe nështë pak ajo mos marrëveshja ose përdorja nështë ajo e sakt e këtyre koncepteve. Sepse muzika popullore është në përgjithësi gjithë muzika që konsumohet dhe që sot shënohet me 3 shkronja, P-O-P, që është shkurtimi i fjalës popular ose popullor.
Ndërsa ajo që ne quajmë me të vërtet popullore është muzika tradicionale që na vjen në kohë. Pra muzika e traditës që kemi. Ta zëm, pranvera filloi me ardhe, etj, kanë që e kanë marrë janë futur në repertorin e muzikës dhe ne vazhdojmë t'i përsërisim në kohë. Vazhdojmë t'i përsërisim në kohë dhe çuditërisht vazhdojmë t'i përsërisim në format arkaike të saj, sepse ne normalisht trashëgojmë në qytetin ton dasmat, pra ato orkestrat e dasmave që janë orkestra të vogla, orkestrina vogla, si atë pjesë që ne quajmë aheng ose post-aheng që i vjen deri në kohët e sotme. Pra në një farë mënyrë kemi këtë mënyrë të servirjes së këngës që ne quajmë popullore pastaj. Pra muzika e traditës. Ndërkohë që ajo që ne quajmë muzikë e lehtë dhe që në të vërtetë është muzikë popullare ose pop, ajo ka në një farë mënyrë edhe vetë ka strukturën e vet, por luhet me instrumentat e sotëm, luhet pra në ato kurse që ne i quajmë bashkohore. Pra, në një farë mënyrë, këto dy pole ishin brenda luleborës. Dhe orkestra nuk kishte një fizionomi të qartë. As nuk ishte orkestra dasmet, as nuk ishte orkestra hangut, as nuk ishte orkestra pop. Në kuptimin e muzikës së sotme. Atëherë ne, bashkë me shpëtimin, ishim ngel një farë mënyrë ku qëndron fizionomia e këtij festivali. Dhe normalisht duke kërkuar në kohë, ekzistojnë këngë që bajnë pjesë sot tek ajo që ne quajmë muzikë e lehtë, që është Margjelloja, si që janë disa këngë po t'jemi bashkë ne të dy, etj, disa këngë që kanë një melodi kur gjetë në vjesht, pikërisht. Edhe u duk krejt e qartë, më në fund, se ku qëndron ajo i filli i cili e ushqen në një farë mënyrë edhe luleborën vetë kënga luleborë, okay? Nuk është atë kënga hengu, nuk është atë këngë dasme. Pra pikërisht, është kjo këngë që bën pjesë gjithmonë tek backgroundi i muzikës popullore tonë, por që është pop në fundit, është një muzikë që është projektuar drejt shekullit 20, jo drejt në fakt shekullit 19. Ju po flisni dhe mua më kujtohen dy stinët. Atëherë kur dimri nuk don të ikë dhe pranvera dëshiron me ardhmë. Pikërisht, është vërtet. Dhe pra me këtë festival ne besojmë që e kemi qartësuar edhe fizionominë e festivalit, pra më në fund, duke i dhënë drejtim të muzikës pop, por gjithmonë duke i shkel syrin dhe traditës, pa diskutim. A jeni mirë kuptuar nga pjesëmarrësit, nga krijuesit, nga domethënë keni pasur një sfidë të veçantë? Pa diskutim. Si gjithmonë një hap i ri kërkon përballimin. Pa diskutim, sfida qëndron gjithmonë, po nuk pa sfidë nuk ka as lezet me mu marrë me atë fund. Pra me edhe sfidat e tilla janë të rëndësishme sepse të japin mundësinë me ecë përpara. Kjo është si thosh kryesore. Në momentin që një sfidë pra të vjen përballë, ti duhet të kesh ata si thosh armë të duhura për ta përballuar. Argumentet argumente, mendjen e duhur, projektin, mënyrën se si. Pra një seri gjanash të cilat kanë të bëjnë me atë fushë, në rastin konkret me muzikën. Pra, pa diskutim që ka persona që kanë idenë e mendojnë që lulebora i përket ahengut. Kjo nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë sepse në historikun e saj, siç thash, ekzistojnë disa festivale përpara edicioneve lulebore, të cilat janë në frymën e asaj që ne kemi quajtur muzikë të lehtë. Okay. Është e vërtetë. Prandaj edhe kjo në një farë mënyrë duke përfshirë edhe vetë këngën lulebore, e cila nuk është as këngë dasme, si thash, as këngë e traditave të dasmave, as këngë e traditës së ahengut, pra është një këngë e cila i përket këtij zhanrit pop, dhe duke pas këto pika referimi,
jemi gjetur dakord, duke biseduar me shpejtimin normalisht, që ky festival të ketë këtë linje, të ketë linjen e frymës së re, të ketë linjen e muzikës e cila shkruhet sot në qytetin ton, jo mot. Pra, ne sjellim në festival atë muzikë që shkruhet sot me parametrat e sotme muzikore, jo me parametrat e 100 vjetëve përpara. Sa ju është përgjigjur krijimtaria e më pas elementet të tjerë të veshjes së këngës, siç është aranxhimi, interpretimi Normalisht, etj. këtu ka pas, domethënë pak rrëmuj, sepse normalisht duke qenë edhe festivali, si thosh, në një farë mënyrë që kristalizohet përfundimisht në tërësinë e tij, padyshim që ka pas ndoshta në defajans, nuk më vjen në shqip ta them, thosh një lloj disa dilema. Normale. Pra, disa këngë për shembull ishin të papërshtatshme. Disa tjera ishin të mira dhe mbarsin me vetë, domethënë sjellin me vetvete edhe elementet e traditës, sepse do ta theksoj këtë gjë, ne vazhdojmë të jemi, domethënë, në linjën e muzikës që na lidh me traditat, elementet muzikore të traditës sonë. Pra, kënga ngelet thellësisht muzikë shqiptare, jo muzikë e huaj, si thosh. Pavarësisht se elementet pastaj të aranxhimit, fryma etj. Janë bashkohore, pra të kohëve tona. Pra, keni ruajtur një raport të caktuar mes traditës, e cila shprehet në intonacionin, në shumë anë që e bëjnë këtë muzikë shqiptare, dhe kohës. Merita, do të bëj një analogji, një paralelizim. Ne jetojmë sot. Vishemi me tesha Gucci, Armani, etj, me shallet të kohës sotme. Atë kërkush nuk vishet si Drania apo Lezja e 1900-s. Okay, me ruba apo me ashtu. Okay. Është koha që ta dikton. Ne jetojmë sot në kohën e sotme. Ham ushqime të përgatitura në mënyrë fantastike nga shefët tonë, të cilët kanë studiuar jashtë dhe kanë sjellë eksperiencën e tyre nga Italia, nga Gjermania. Përdorim produktet tona, por në fundit i kemi të servira në stilin kontemporan, në stilin modern. Është një tjetër gjë që duhet të pasqyrojnë edhe muzika. Pse muzika të ngeli e hershme, vetëm e hershme që e ka rëndësishme, po e sotmja që shkruajnë autorët e ri. Sepse sotme ka qenë edhe kjo muzikë që ne e quajmë të hershme dikur, dhe që ka ngelur, ka mbet aty, si thosh. Prandaj çdo muzikë duhet të ketë krijimtari, duhet të ketë firmën e kohës. Pa diskutim, kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj edhe ajo, si thosh, këngulja jonë për të bërë këtë festival të tillë, pra që të përfaqësoj këngën e sotme, është ajo që ne i kemi vënë në qëllim vetes, dhe besoj që këtë festival më në fund e kemi në një farë mënyrë kristalizuar në këtë drejtim. Duhet të qenë një interes për sjelljen e krijimtarisë. Edhe në vite ka qenë ky interes. Madje do të thosha që ka pasur këngë që nuk janë pranuar, ka pasur të tjera, natyrisht që janë vazhdu. E keni pasur të vështirë të përzgjedhni krijimtarinë. Dhe sa këngë ka festivali? Atëherë, festivali vjen me një paketë e cila nuk vendoset nga ne, 16 këngë. Është si thosh e vendosur si numër. Pavarësisht se kjo gjë pastaj mund të jetë e diskutueshme në aspektin edhe teknik, por domethënë ne kemi pas 16 këngë, këngët janë për zgjell, duke u ndëgjuar grup personash të cilët merren në këtë punë, si çdo vit. Një komision. Si çdo vit. Duke pasur, si thosh, kriteret e këtij edicioni të festivalit. Sepse normalisht festivali ka kriteret e veta. Patjetër. Ka fytyrën e vet. Që në edicionin e parë, por më tepër në edicionin e dytë të festivalit ku unë kam qenë dhe udhëheqës artistik, bashkë me Brunën,
Bruna, përshëndetje. Nëse na ndjek. Më pa të thënë, Bruna me vu disa kriteri për festivalin. Edhe unë pata përzgjell në atë idenë time, gjithmonë duke pas parasysh që kënga duhet të projektoj jetën e sotme. Disa këngë të cilat pra krijime ku të i lihet dorë, do të thonë, liri, shkrimi muzikor autorëve, jo vetëm në aspektin traditës, por të hapej një farë mënyrë nga aspektin e aranxhimit, aspektin e harmonizimit, pra edhe ato aspekte teknike që sjellin këngën në kohë. Më në fund, tani, në edicionin e 6, kemi mundur në një farë mënyrë mas 5 edicionesh, cilat në një farë mënyrë ishin pa qarta, si që thash edhe në fillim, pra mbarshin këto dy pole, polin si thush i cili sjell tradicional edhe polin që sjell muzikën aktuale. Tashmë besoj që e kemi qartësuar përfundimisht se si do të jetë festivali, si do të jenë festivalet e ardhshme. Ndërkohë që kemi një ide në një farë mënyrë që të nxisim edhe aspektin e këngës tradicionale përmes evenimentit që ne quajmë Ahengu Shkodran, por i cili vazhdon të sjell vetëm këngë të traditës, pra këngë tradicionale dhe akoma nuk është hap në një farë mënyrë për ata që dëshirojnë të vazhdojnë të shkruajnë në Ju kuptoj shumë mirë, besoj se tradicional. Është objekti një bisede tjetër. Pa diskutim. Ndërkohë do të kisha shumë interes të dija gjeografinë e ardhjes së krijimeve. Vjet për shembull ka qenë fituese kënga e Enis Mullajt jashtë Shkodrës si krijim. Si është përhapur kjo pjesëmarrje në krijimtari? Ne autorëve i kemi lënë dorë të lirë. Pra, kush ka dëshirë të shkruaj muzikë, e kemi lançuar pjesëmarrjen në një rrafsh të gjanë. Pa, kemi lançuar në rrafsh të gjanë, pra në këtë edicion kemi prurje edhe nga vendet fshinje, si ne thajmë. Pra në një farë mënyrë e kemi liruar, si të thush, i kemi hapur. Nuk është ngurtësuar. Pra kush dëshiron të shkruaj me motive të Shkodrës, është i lirë, por duhet ta sjellë këngën në kohët e sotme. Pra të ketë një aranxhim që ta përfaqësoj denjësisht orkestrën tonë, e cila nuk është orkestrë dasmet, vazhdoj ta përmend të gjatë. Do të ndalemi në këtë element shumë të rëndësishëm, ndërkohë që aranxhimi është një mjeshtri, është ai që e vesh melodinë dhe e bën të tingëllojë. Aranxhuesi shkon paralel me krijuesin melodisë, edhe nuk e di se këngët janë sjell të aranxhuara nga vetë autorët e krijimit, apo ju keni mjeshtrat tuaj dhe ja keni shpërndarë edhe në këtë pikë ne kemi një farë mënyrë vendos një lloj kontrolli të vogël, pra i kemi thënë autorëve të përzgjedhë ato aranxhuesin sipas qefit, por në fundit të gjitha këngët i kemi futur në një filtr, nërthojza për ta qenë kështu, një filtr, pra i kemi dëgjuar të gjitha tek studioja e shpëtimit në Tiranë, dhe një farë mënyrë i kemi uniformizuar nga aspekti tingëllor, pra i kemi masterizuar. Pikërisht, pra duke i parë spektaklin nga fillimi deri në fund që të tingëlloj në të njëjtën formë. Interesante. Është gjatë që ju e keni ndërtuar paraprakisht festivalin, dhe vetëm keni pasur mundësi ta manipuloni tashmë me elementet që gjallojnë. Pikërisht. Kjo ka qenë ideja për ta sjellë atë në standardet e sotme. Pra ne kemi arritur që këtë festival të vogël lokal, e them me bindje këtë gjë, që kemi arritë ta ngrenë si thush në lartësitë e festivaleve siç është festivali dhjetorit në Tiranë. Pavarësisht se ky është akoma i vacër, sepse normalisht është shumë më i vogël në aspektin buxhetor, okay? Dhe për të konkurruar me festivalin
e radio televizionit është diçka I jashtëzakonishte. cili është led afascinant në pamje. Pikërisht, ajo është si festivali Sanremos në një farë. Por në thelb ju tentoni shumë çka. Cilësisht jemi afruar goxha. Mrekullisht. Më bën përshtypje pjesëmarrja këngëtarëve, interpretuesve. Një risi që unë çdo sy I jashtëm e dallon menjëherë. Këngët janë të lançuara më herët. Publiku është në një farë mënyrë I parapragatitur, I njohur. Nuk është bërë ndonjëherë. Këngët janë në YouTube. Mund të dëgjohen, spektatori mund të afjatohet. Edhe kur shkon ti dëgjosh, shkon I përgatitur. Shkon vetëm për të shijuar live. Normal. Është një punë. Pikërisht, një produkt. Kemi bën ajo që quhet preproduksion për të bërë këtë gjë. Nuk është se kemi bën një gjë të re. Pak a shumë kemi marrë si model atë gjë që bën Adi Xhebrea me festivalin e tij, pra I vendos këngë pikërisht pak më përpara, në mënyrë të tillë që publiku të kuptojë dhe të një farë mënyrë të shijojë paraprakisht këngët dhe të ketë ide sepse të them të drejtën me një të ngjume një spektator e ka të vështirë. Rrallë ndodh në një këngë që vërtet është e pamujtur, është pikërisht. Ju I keni lançuar si këngë të këngëtarit. Nuk e di në prezantim, në promovim, si qëndron raporti krijues këngëtar. Kënga është e këngëtarit apo është e krijuesit, këngëtarit, aranxhuesit, tekstshkruesit etj etj. Në vërtet kjo gjë. Në fakt kënga është e krijuesit. Kënga pra është e kompozitorit dhe tekstshkruesit, pa diskutim. Por në opinionin e përgjithshëm, opinionin publik, gjithmonë kënga njelet e këngëtarit. Sepse po di biseda për shembull, o kënga që kënon filania ose që kënon filani, ai e prezanton. Në një farë mënyrë atëherë njelet në mendjen e publikut, njelet gjithmonë këngëtari ose në shumicën e rasteve. Kjo në një farë mënyrë ishte thjesht një përzgjedhje e momentit, që të thush, vendosëm që ta bënim këtë mënyrë, sepse më tej, domethënë në spektakël, pikërisht në festival, ka për të qartësuar ose ka për të zbardhur emri I autorëve. Sepse është vërtet e bukur. Kjo ka rëndësi sepse nuk lejon një farë mënyrë që të ketë influencime, që më thonë, ka nga filanit, okay. E kuptoj. Pra, mund ta shikosh në të dy anë. Pikërisht. Ndërkohë që po të vështrosh në emrat e këngëtarëve, më ka bërë përshtypje që në këtë festival kënon dhe Justina Lia. Në këtë festival është Martina Serreqi. Ndoshta dy ekstreme moshore, nuk e di saktësisht, por hedh dritë se ka një diapazon moshor, frymësh, interpretimesh, nuk e di sa e saktë janë. Jo, krejtë e sakt. Festivali pavarësisht se tashmë është konsoliduar pra në formën e tij, vazhdon të ketë një festival I cili ka këngën në qendër dhe kënga nuk ka mosh. Krimtaria nuk ka mosh, kështu që ne vazhdojmë të marrim hapur në këtë aspekt, pavarësisht se personalisht jam për forcat e reja dhe kam si qëllim në punën time që t'i angazhoj sa më shumë që t'i jetë mundur, sepse ato në fundit janë e ardhmja. Dhe duan mbështetje. Kanë nevojë, pikërisht duan mbështetje, dhe mbështetjen duhet ta japim ashtu siç e duan ato dhe jo ashtu siç duam ne. Sqarohem në këtë pikë sepse shpeshherë ne mendojmë që ato duhet jenë, pra, Brazili duhet t'i bindë të krejtësisht kriterëve tona estetike, mënyrës etikës sonë, mënyrës se si ne jetojmë, ndërkohë që ato vetë duke jetuar, pra në realitet ato I krijojnë këto gjëra dhe në një farë mënyrë dhe I modelojnë ndërkohë, pra I transformojnë. Ashtu siç kemi ballë ne
Ne nuk jetojmë siç kanë jetuar baballarët tanë. Pra ne kemi modeluar disa gjëra, është e njëjta gjë që kërkojnë edhe Brezili pra prej nesh. Dhe unë mundohem që punën time të jem, si të thush, bashkos i tyre. Bashkëpunues. Pikërisht. Është element shumë i rëndësishëm, shoqërimi orkestral. Tre dirigent, formacioni është një apo Formacioni është një, është i përbërë nga grupi, nga sektori i harqeve. Kemi pastaj sektorin një sektor të vogël të tungjit, i përbërë nga 2 saksofon, tromb dhe trombon, e cili na sjell si të thosh atë tingëllimin big band të orkestrave të kohës. Pastaj kemi seksionin ritmik, i përbërë nga pianoforte, 2 kitara, basi, bateria edhe perkusione. Pra kemi futur edhe perkusionet karaibike bashkë me edhe perkusionet e traditës tonë. Duke hedhur vështrimin se këngët janë të llojeve të ndryshme, të tipeve të ndryshme. Vjet kishte disa tendenca, por si vjet siç duket janë lançuar në gjërsinë e tyre. Pikërisht, i kemi, si thosh, kuruar edhe në aspektin e aranxhimeve, siç e thash. Orkestra ka një tingëllim të mbushur, do ta vërtetoni vetë. Një fuzion të plot Një fuzion të plot dhe edhe pamja e saj është e bukur, si të thosh, krijon atmosferë pozitive, krijon gjallëri. Ne kemi koncertmaestër Mario Deda. Mario, përshëndetje, suksese nesër. Plot energji, i cili është vërtet luftetar në këtë aspekt, sepse ka ndihmuar shumë. Ju thatë, është një bashkëpunim mes brezash, mes frymash, mes frymëzimesh. Pikërisht. Kjo është, si thosh, ai festival që na përfaqëson kohën tonë. Baketa e Jetmir Barbullushit. Po. E Ilir Zogës dhe e Gridi Kraja. Gridi Kraja vjen nga Tirana. Po. Ashtu si Jetmiri, po që është Shkodran 100%. Po, normal. Gridi i ri kemi vendosur që ta sjellim, sepse sjell frymën e re, normalisht është djalë që na ki pashëm, dirigent i mirë gjithashtu. Pra në një farë mënyrë të bën pjesë tek ajo paketa e të rinjve. Ndërkohë, aspekti tjetër i liri është, si thosh, punojës i teatrit dhe bën pjesë në realitetin e asaj që ne realitetin artistik. Ndërkohë që Jetmiri, si thosh, është babai i tyre në një farë mënyrë. Është një produkt që shihet si një triptik. Pikërisht. Jemi mundu, si thosh, ti kemi të gjitha moshët në një farë mënyrë. Ju jeni drejtuesi artistik i festivalit së bashku me Shpëtim Saraçin, të cilin e përshëndesim me shumë përzemërsi për mjeshtritë e tija, ndërkohë që interesoni për të gjithë pamjen e tij, nga skenografia. Atëherë, regjia në mjeshtren e madhe Rita Gjeka, të cilën e përshëndesim për kontributin dhe energjinë që shpërndan. Në fakt, ajo skenografia është bërë nga Divni Gushta, i cili punon në teatrin Migjeni. Divni që i ri me energji të freskëta, na ka dëgju gjithve, sepse gjithë një farë mënyrë kemi ato idetë tona, dhe është ullë pastaj ka punu, që nga aja logoja e Luleborës. Një logo shumë e kohës, shumë e bukur, e mbështetur në një rranj të bukur Lulebore, Shkodrane, por e sjell me shumë frymë tek të gjithë ata që e shohin. Pikërisht. Është një mrekulli. Pra, në një farë mënyrë edhe tek skenografia është ky ajër, si të thosh, kjo atmosferë. Divni është mundu që t'imagjinojnë pak a shumë u borë në Shkodran, me pastaj si shtëpi, me ca shkalla, me ca ka ndriçim, ka për të pas shumë ndriçim në skena, dhe në një farë mënyrë
sjell, si thosh, tren dhe tradicionalen në kohët e sotme. Keni qëndruar në prezantim një këngë nga festivali i vjetshëm dhe një këngë e keni vendosur në një prezantuese të re, që është një artiste e skenës dhe këngës. Enkel Demi, që ka prezantuar edhe vjet, dhe Rosela Gjylbegu do të prezantojnë festivalin. Keli është një djalë që pikë parit, domethënë, ka një kulturë të jashtëzakonshme për sa i përket muzikës klasike, dhe unë kam marrë shumë përshtypje, prandaj edhe si thosh, e kam ftu për herë të dytë, sepse ka pak njerëz cilët e njohin muzikën klasike si e njeh Keli. Domethënë, një person i cili bën një punë krejtësisht thosh larg muzikës, në aspektin se Keli është punon në televizion, është gazetar dhe shkrimtar. Është shkrimtar. Kam përshtypjen që aspekti i dytë, pra, shkrimtari, në një farë mënyrë duhet ta ketë afruar në kohë afër muzikës, dhe më ka bërë shumë përshtypje njohja që ka me autorët e muzikës klasike. Në këtë aspekt ju ndërpres paksa, sepse gjithmonë kam ndarë mendimin që një prezantues, një drejtues duhet të ketë një formim muzikor. Nuk mund të prezantosh diçka artistike, muzikore pa pasur një formim të tillë. Mund të gabosh krejt kollaj dhe mund të zbulohesh keq. Është vërtet, Merita. Është shumë e vërtet kjo gjë. Ne shpeshherë kemi në nollë, domethënë, kemi kështu prezentues të cilët nuk kanë idenë se për çfarë po flasin, në shpeshherë kjo gjë. Dhe është e rëndësishme të mos kemi interesin 100% nga pamja. Pamja zbukurohet nëpërmjet asaj që thua, asaj që transmeton, brëndësisë tënde. Ajo e zbukuron shumë. Ajo është. Pra, duke pas edhe prezentuesit që kanë lidhje me muzikën, kjo gjë, si thosh, paketa mbyllet 100% e sigurt. Dukeni me një ritëm shumë entuziast këtë ditë. Në fakt janë momentet e fundit. Ma gjërat janë vendos, si thosh, kemi me shpejtimin edhe me stafin shumë me punë paraprakisht, si thosh. Në mënyrë të tillë që këta ditë të fundit edhe t'i shijojmë një farë mënyrë, sepse puna ka qenë e lodhshme, sfida ka qenë e madhe, pra nuk ka qenë gjë e lehtë. Dhe duke marrë parasysh që edhe festivali ka një buxhet të limituar, në një farë mënyrë e kemi hapur i organin me vetëm prej dashnijë që kena për qytetin. Okay? Pra, në një farë mënyrë kemi vu ne forcat tona në dispozicion të festivalit. Prandaj unë përfiton nga rasti ti falenderoj gjithë, të fillu nga shpëtimi, që kam shok e mik të vjetër, i cili me gjithë me dëshirë të madhe, domethënë, e mori këtë gjë misive, tha, kur i thash, apo vjen, domethënë, ta bëjmë festivalin nëse si duhet, tha, pa diskutim normal. Sa bukur. Keni një juri? Keni përzgjedhur jurin? Kemi përzgjedhur jurin. Juria është një juri e mirë, e cila ka për të votu... Si do të votohen këngët? Atëherë, momenti ata këngët kanë për të votu, gjithë secili ka për të hell pikë të veta në shenime. Antarët e jurisë apo juria ka për të vendosur. Për këtë gjë vendoset juria për të dhënë vlerat. Në fakt, ne sot në mjes kemi një takim për të përzgjedhur procedurën se si juria ka për të vendosur. Pra, është akoma diçka që do ta vendosim. Besoj se juria është njohur me materialin muzikor. Juria është njohur, është njohur, është hera parë, domethënë, që edhe vetë juria i ka materialet muzikore, pra i ka dëgjuar që më përpara që kur vi mos jetë e pa përgatitur, por edhe ajo në një farë mënyrë që ka për të vlerësuar të ketë edhe mundësia ta shijoj muzikën dhe punën tonë. 2 net festival. Përgatituni.
mendoj se shumë janë më së të përgatitur sepse kanë siguruar biletat. Po, me ça ka thënë Astriti, kështu biletat kanë fluturu. Janë 2 netë e premte, 29 dhe e shtunë 30 tetor. Ora 19. 19. Aty besoj se sheshi para teatrit do t'jetë shumë festiv. E mandej do t'ja lëm vendin skenës. Pa diskutim. Ka për pasur numra të ftuar, normalisht. Pra ka edhe elementet spektaklit. Pa diskutim. Këtë radhë kemi futur disa punë shkputjesh muzikore, disa jingle të vogla. Pra një farë mënyrë të jemi edhe... Një lloj pauze nga konkurimi mbase. Kemi si thosh disa mini sigla këtu të vogla me 3 sekonda. E keni futur si introduksione. Si introduktet personazheve. Që ka element i ri. Si lloje e këndshme besoj. Ndoshta që nuk hyn në krimtarinë e këngës, por një farë edhe kemi duke këta gjëra interesante se fillon ideja, detaje, po detaje. Pastaj fillojnë detajet, pra një farë kemi pas edhe pak kohë që edhe të marrëm me detajet. E them këtë gjë duke ditë që ne që ditën e parë që kemi filluar me punë, unë akoma nuk ashtu jam i mbushur me antibiotik për momentin, sepse jam edhe ftoft para disa ditë, hap po mbyll dyrë dhe po vazhdojmë duke punuar duke kuru, domethënë në Kuru Takum përmendëm një shprehje, muzika duhet të ndez zjarrin në shpirtit të njerëzve. Kjo është muzika. Pikërisht. Duhet të ndez zjarrin, duhet të ndezin pasionet e njerëzve, edhe dëshiren për të pas muzikë të mirë, sepse kjo është si thosh edhe më e rëndësishme. Se për muzika kështu në përgjithësi kur flitet për muzikë, gjithë flasin, por që është për pas edhe muzikë të mirë pastaj, që është edhe më e rëndësishme. Është sa të kënaq, aq të edukon, edhe të tërheq vazhdimisht. Të tërheq për manga. Aja. Të falenderoj shumë, Marku. Si gjithmonë shumë i gatshëm, por edhe shumë i spjegueshëm, sepse artistët kështu janë. Është e rëndësishme që publiku të kuptojnë, të bëhet një farë mënyrë pjesëtari joni, të kuptojnë edhe mundin që ka për të bërë muzikë me disa parametra. Kur thënë me disa parametra, muzikë të mirë, pra muzikë që të jetë mi mesataren. Ashtu si që preokupohemi unë, vazhdoj të them këtë analogjinë time, si që preokupohemi për të veshur bukur, jo vetëm nxehtë, por edhe bukur ose fresk vesh, por me elegancë, me të njëjtën mënyrë duhet ta shikojmë edhe muzikën. Mrekullisht mirë. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Me zemër duar trokas të gjithë atë kontribut, përpjekje, mobilizim të gjithë këtyre forcave, edhe entuziazëm dhe ritëm. Po të shkosh në tashti në skenën e teatrit Migjeni, ka lvizje, ka njerëz që bubron. Kjo është jetë e bukur. Suksese shumë, Lule Borës, të çele bukur, e mrekullueshme, e magjishme, ashtu siç është muzika e Shkodrës. Faleminderit juve. Faleminderit.